ata mësoj një lutje, një dua, të cilën nëse thua për lutesh me te, Allahu edhe nëse ketë sa kodra hutit borqe, Allahu më tala borqen tyje. Ti e gjithë mëshirshmi i dynjas dhe ahiretit, edhe mëshirbërsi i dynjas dhe ahiretit. Zoti jam, nuk kam derë tjetër që të rëkas, pas derës tane. Zoti jam, ti e i pasur, në jena të varfur. Madhi ka qenë njërë që him bërë shumë. Madhi më Gjebel, sahabi pejgamberit, bukur është me pa, i meqëm, i mirë, i dishëm, alimi i ulemave të imetit. Po kush është si madhi? Por që madhit nuk i ka najt 5 dinarë në gjepi. Si ka marrë ka hargju, te ka marrë bërë, s'ka mujtë me këthije që shtë më rrë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë madhët, o madhë, ata mësoj një lutje, një dua, të cilën nëse thua për lutesh me te, Allahu edhe nëse ketë sa kodra hutit borqe, Allahu më tala borqen tyje. Thuaj madhë, edhe këtë dua, Allahumma malik el mulki tuti el mulke men të sha, o zët pronari i çdo gjëje, jep pronën, jep pasonin kujt të dënë. Bjedik el khajru, ndorën tanë është hajri. Inneka ala kulli shay'in qadir, ti je plotfuqishëm ndaj çdo gjëje. Rahmanu dunya wal akhira wa rahimuhuma, ti je gjithëmshirshmi i dynjas dhe ahiretit, dhe mëshirbërsi i dynjas dhe ahiretit. Tutihuma men tasha wa tamnu minhuma men tasha, jep nga dynjaja dhe ahireti kujden sa dush, sa dën, po edhe nuk jep, ja nal kujden sa të dën. Irhamni rahmeten tugnini biha në rahmetin men siwak, më shëromu me një mëshirë, me një rahmet që me mjafton mua nga mëshira të tjerëve. Me pak fjalë, lutë Allahun e madhruar, edhe dua, po edhe namaz, në sejdë, me sazan dhe kametit, ditën e gjumas, në kotë syfyrit. Lutë Allahun, o Zoti jam. Kështu që më themë, o thuja Zotit tanë, o Zoti jam. Kam qenë. Tash jam këtë gjendje, këte. Zoti jam. Nuk kam derë tjetër që të rëkas, pas derës tane. Zoti jam, ti e i pasur, në jena të varfur. Ti e gani është i pasur, o nahnu fuqara në jena të varfur. Ti ki bëll, hambarë të tu nuk shterë, nuk hargjohen. Zoti jam, se cilit në dynja që a kërkan e që a lip një dhamë, ti ki bëll, prap nuk të shterën, e nuk të hargjohen, mirësit, begatit, pasuria jote. Zoti jam, me rahmetin tëndë, e me mshiren tëndë, mshirëje, këtë rëpë tënën, ja Rabbi, e që është në halë dhe ka nevoj për ndihmën tënde. E kush është taj që nuk ka nevoj për ndihmën tënde. Hiqma këtë bërqë, largama këtë bërqë, lama këtë bërqë, Zoti jonë, në përmirësat gjendjen tonë materiale. Ana rrezkët gjanë e halal, rrezkët gjanë dhe halal, ja Rabbil Alamin. E vlat halal, e bëna të jetojmë halal, të hajmë halal, e të pijmë halal, e të ushqehme me halal, runa nga çdo e keqe, nga çdo bela, ja Rabbil Alamin. Na bën të jetojmë si musliman, të vdesim si musliman, dhe të takojmë ty, Zoti jonë, si musliman. Allahumma amin.